7 dhjetor në zemër të Footscray Parku mbajt festivali shqiptar me rastin e festave të nëntorit, një ngjarje që mblodhi mira shqiptar nga gjithë Melburni dhe përtej. Mbas 7 vitesh mungesë, festivali u rikthye përsëri në folen e vjetër, aty ku gjithçka nisi në vitin e largët 1994, aty ku brezat të tërë kanë ruetur kujtime, emocione dhe momente të paharrueshme. Ky rikthim solli me vete një ndjesi të thellë gëzimi dhe bashkimi, muzika, vallet, tradita, aroma e ushqimeve shqiptare dhe atmosfera plot jetë rikthyen frymen e një komuniteti që gjithmonë ka ditur të qëndrojë i fortë, i bashkuar dhe krenar për rrënjat e veta. Këtë festival e zbukuroi dhe pjesëmarrja e grupit të valleve Nën Tereza nga Adelaide, të cilët morën pjesë për herë të parë në këtë event dhe shkëlqyen me paraqitjen e tyre, duke fituar durtrokitjet dhe admirimin e publikut. Po ashtu skena u shndrua në një mozaik ngjyrash, veshjesh tradicionale dhe ritmesh të zjarrta fal grupit Eagle Folk Dance, të cilët shpërthyen me energjinë dhe elegancën e tyre duke ndezur gjithë atmosferën. Skena u përfshi edhe nga performancat e këngëtarëve të mirënjohur Arieta Mustafaj, Meda dhe Jurgen Kaçani, të cilët sollën një atmosferë të jashtëzakonshme dhe energji festive gjatë gjithë ditës, duke dhënë festivalit zemrën dhe ritmin që meritonte. Festivali i sivjetshëm ishte më shumë se një event kulturor, ishte një përqafim i madh komunitar, një rikthim në kujtimet e përbashkëta dhe në një premtim se kjo traditë do të vazhdojë të jetojë edhe për shumë vite të tjera. Festival 2025, right here in the heart of Footscray. For over 3 decades, this festival has been a cherished tradition, a vibrant celebration of Albanian culture, heritage and community. Rotërkitje shumë të madhe, ju lutem për Cezarin. Faleminderit Nisa, mirë se erdhe të gjithë bashkëdhetar në këtë ditë të bukur, edhe Zoti na ka ndihmuar sot si gjithmonë. But more importantly, this is a time for everyone to come together, reconnect with family and friends and celebrate everything that is wonderful about Albanian heritage, and we couldn't be prouder of that. And I know it's the 32nd year that you're celebrating, and it's fantastic that you are celebrating in a beautiful day today in Footscray. This was absolutely incredible. It was fantastic to watch and to think that some came across from Adelaide. So well done. Faleminderit që më keni bërë kaq krenar. Është një kënaqësi e madhe të shikoj të gjithë shqiptarët të vinë bashkë nga çdo vend i Australisë, të mbledhemi së bashku, të festojmë festat tona, të trashëgojmë traditat tona, veshjet, ushqimin, dhe është kënaqësi të shikojmë të veçlit tanë dhe në moshë të madhe që trashëgojmë të traditat. Jemi shumë krenar që jemi shqiptar dhe ne kemi merita dhe kemi kontribuar në këtë shtet dhe gjithashtu jemi të rinjtur dhe ju në Shepperton ashtu siç ja kemi për këtë sot. Të kaloni mirë. Faleminderit për çdo gjë. Përshëndetje të gjithëve, ja jemi këtu në Footscray Park, në festivalin e përvitshëm të komunitetit ton këtu në Melbourne. Ka shumë njerëz, ku është mjaft e bukur sot, edhe jemi shumë kurioztar të dimë opinionin e gjithë bashkëdhetarëve si po kalojnë.
kështu që për më gjatë do shkojmë të marrim opinionet e tyre. Nga ju kemi nga Melbourne apo nga ndonjë vend tjetër? Neve jemi faktikisht Melbourne-it, unë jemi Ulcinit, me shok të që jemi së bashkët, po kalojmë shumë mirë, një ditë e bukur, shumë vetë janë mbledh, këtë rast nuk ka nosë shumë kohë gjatë se unë kam punu edhe vetë kështu një pozit punë vullnetare për disa vjetë, dhe kështu që gëzohem që kë numër i shka që ima. Si është më bukur Footscray apo Yaraville Festival? Ku ta bëjmë next year? Ku mendon se është më mirë të bëhet festivali prapë? Unë mendoj si ku të gjithë jetë është mirë, po këtu ish vendi pak më i përshtatshëm ndoshta për një kapacitet të njerëzve që janë mbledhur sot. Kurse Yaraville ndoshta është më mirë për një pakicë, për një numër më të vogël ndoshta. Okej, falenderoj shumë për përshtypjet e juaja dhe uroj të kaloni sa më mirë sot. Shumë faleminderit juve dhe Po zakonisht ku ka njerëz, ku ka shqiptar gjithmonë kalon mirë, sidomos atmosfera është fantastike. Këta i dha shyret më të mirë edhe Meda, i cili ishte prezent sot këtu. I falenderojmë shumë nga zemra për punën dhe që ka bërë edhe për 28 nëndorin edhe sot këtu, po ashtu edhe juve që gjithmonë jeni si kontribut japeni gjithmonë. Edhe mendoj se është kënaqësi, lezet që të shohësh gjithmonë kështu një shoqëri si jemi ne. Duam ta dim mendimin e bashkëdhetarëve, si u pëlqen këtu në Footscray Park apo në Yaraville Garden festivali? Tregoj vërtetën, unë më dëshirë kam këtu dhe më shumë pëlqen këtu. Pse? Se di, më duket atmosfera është më e mirë, është afër lumit, është një hapësinë më e madhe, ka dhe si po mendoj bredha ku mund të relaksohesh më tepër për fëmijët më mirë. Mendoj që këtu është shumë më mirë se atje. Kemi shumë të rinj aty, a kishte patur një mundësi të organizojmë ndonjë turnir të vogël për fëmijët në futboll? Me siguri duhet që herën tjetër të bisedoj edhe me disa kolegë tjerë dhe të organizojmë edhe në mënyrë sportive diçka futboll të vogël apo ndonjë garë tjetër, pa marrë parasysh vetëm që fëmijët e mirën me sport. Unë të dëshiroj të kaloni një ditë sa më të mirë sot aty. Faleminderit, gjithashtu edhe juve. Melita, si po ja kalon sot këtu, si po duket festivali? Shumë tepër bukur. Shumë bukur e keni ba. Çfarë po të bën përshtypje pak më shumë? Muzika është shumë e bukur. Kërcimi the folk dance was shumë bukur e keni ba. Jam shumë e kënaqur. Po, diçka që të ka bërë më shumë përshtypje, nëse mund ta ndash me neve. Meda? Është e pritshme kjo. A është hera e parë që vini në festival apo jeni këtu çdo vit? Kjo është hera e parë, edhe jam e shokuar se sa bukur e keni ba. Do vi prap next year. Po të presim edhe në radio. Përshëndetje, mirë si keni ardhur edhe ju. Faleminderit për organizatorëve që na kanë bërë këtë ditë bukur. Është mirë se peshojmë edhe rinia të interesuar më ardhë. Me atë punë nuk i shkon mund i dam organizatorëve, është kënaqësi, mu mbledh bashkë. Pas që ti përmenit mirat e kësaj dite, do të na thuash diçka për ata që s'kan pas mundësi me ardhë, apo si ta them, edhe kanë lënë sikur hajde nuk do të shkojmë sot. Do t'ju kesh një përësi për ta që të vinë më shumë njerëz këtu, më shumë shqiptarë që të mblidhni gjithë bashkë, ta festojmë këtë ditë të shenjtë se është. Po, është mirë më orë gjithë bashkë, nëse ka në shqiptarë që s'ka pas mundësi më orë më vjen keq. Kisha pas shef minimum e prunë këtu, pro nëse orë t'i kur se e din se kemi këtë festivale dhe nuk dhe më orë për qefi, po më vjen gjëna se qka ka hupë, se nuk është këtu me një sot. Jemi tu kënaqë gjithë bashkë me familje, thmija, po lodrin, po kënaqën, është kënaqësi më kënë këtu. Faleminderit edhe për jush, se punën që e bani. E shola takuemi për gjitha të mirat, gjithë mund që bashku me gjitha sfide, me gjitha valet bukur. Diana, I'm from Albania in Korça. Lovely. Are you from Melbourne? No, from Adelaide. Beautiful. Is this your first time here? Yeah, it is, yeah. And what do you think? Do you organize something like this in Adelaide? Not as big and not as like, fun, but it's good here. I like it. Will you be attending again next year? Yes, definitely. What about yourself? What's your name and where are you from? I'm Dorothy and I'm also from Adelaide, but Korça as well. And is this your first time? Yes. And you girls, if I'm not wrong, are part of your dancing Adelaide group? Yeah, we were performing a while ago. Are you happy to be performing in this big crowd today? Yeah, everyone here is really nice. And are you happy to come back next year? Yeah. Well, we can't wait to see you next year, so welcome. Thank you so much. Faria io.
Je nga Melbourne apo nga... Unë jam nga Kosova, ku marrë për vizitë e motra. Okej, ke ardhur vizitore këtu. Ku marrë vizitë. Është hera e parë që je në këtë festival? Kam qenë para 27 viteve, po tash ti prap ku marrë te motra, vizitë ma ka boz një surprizë çika motrës, edhe ku marrë për shumë shkurt, për 1-2 javë. Po festivali nuk të ka rastisur ta shikosh radhën e kaluar, jo? Më pëlqej ky festival edhe më pëlqej që krejt njerëzit, kejt shqiptarët po mbledhshe, e po më që ju mu bo bashkë sa do pak e ekni atë mërzinë e Kosovës. Ai po i bëjmë ne festat më mirë se në Kosova, jo? Po më duket se edhe në Kosovë i boj mirë, po edhe këtu po bëj ka mirë. Okej, faleminderit, uroj ta kalosh sa më mirë në Melbourne. Shumë edhe juve, ju dëshiroj një ditë këndshëm ku ka mirë, super, po më pëlqen. Kaloni mirë. Lindi na përshkruaj pak këtë atmosferën këtu në park. Për herë të parë jeni në festival në Melbourne? Po, është hera e parë. Kisha dëgju për festivali, po është hera e parë që po participoj, jam bashkë me familjen, me motrën, me burrin e motrës e me babin. Është kënaqësi, është përmbushje, edhe në nivel kombëtar, edhe në nivel njerëzor, me pa këtë organizim Melbourne anën tjetër të botës, edhe pa këtë numër të pranishme, është ndjenje jashtëzakonshme. Jeni paramendur dhe një se shqiptarët mund të organizojnë këtë? Po, se ne kemi traditë organizime, po për mu, këtë se kom pritë, për mu kjo është diçka që thjesht është përtej fjalëve, përtej prishmërive. Çfarë mesazhi mund t'i dërgoj vendlindjes ky tubim këtu sot jemi? Që kem tradit, kem bagazh historik, po mbi gjitha kem relevancë me kombin, në lidhje me mamdheun, edhe pavarësisht ku jetojmë, reflektojmë edhe jem ata me mburje, me krenari, jem ata që jem sot, që organizojmë këtë Melbourne, mas 100 vjet eksperiencë, tradit në këtë vend. është për te fjallë, është murje. Ke mundësi dhe fuqi të ndryshojsh diçka, po të përmirësojsh diçka, çfarë mund do të bëjmë për vitin e ardhshëm? Në aspektin teknik e logjistik nuk jam ndoshta më i miri të flas, po nëse kjo vazhdon edhe me pa këtë numër të fëmijëve, këtë numër të pranishme, kjo është evolucion progresiv në vete. Faleminderit, dëshiroj të kaloni sa më mirë sot. Shumë faleminderit. Dhe kam qenë edhe në për kështu lloj festivalesh edhe në Suedi, po këtu jam të shiju shumë a shumë. Edhe po më pëlqen atmosfera. Më vjen shumë mirë. Tani një diçka që të ka bërë më shumë përshtypje nga të gjitha, apo edhe ty Meda? Po, edhe Meda normal, por organizimi më kalon shumë përshtypje. Jo veç këtu, po edhe organizimet e tjera që i ka bë komuniteti. Edhe kjo do me thonë, edhe njem shumë ofër vendlindjes, kur she shumë, do me thonë, shqiptar, edhe kur she njerëz me, do me thonë, me veshje, me kështu, do me thonë, lërë shumë për shtypje. Edhe jam të kalu shumë mirë dhe jam të shiju. Përshëndetje i nderuar, mirë se kjo orë sot në këtë festival. Faleminderit, mirë se u kom gjetë, edhe ju mirë se keni orë, se unë jam këtu që 60 vjetë. Në Australi, po këtu kemi përsjedhë për çdo vit, kemi orë, po e ka të bashkëndalu sa kohë. Dua më bë përshtypje plisi që e ke në kokë. Dua të pyes se mban çdo ditë apo vetëm sot që është një ditë e shenjtë? Kur po festivale. Si të duket atmosfera sot? Është diçka e veçantë sot? Me krahazimin e viteve të tjera? Po, më shumë, halos kom parë në Melbourne të Australisë. Shumë. Faleminderit. Dëgjova që je vizitore këtu, është e vërtet? Po, është e vërtet. A ju ka rastisur të merrni pjesë në festival më përpara kur ishit apo jo hera parë? Këtë radhë është hera e dytë që unë jam në Melbourne dhe herën e kaluar po ka rastisur që në momentin që kam qenë këtu është bërë dhe festivali dhe kam qenë kjo është hera e dytë domethënë. Duke krahasuar dy festivale, cili mendon se ka qenë më i bukur ose parku kush ka pëlqyer më shumë, ai më përpara apo ky këtu? Të dy kanë pas bukurinë e tyre, veçantinë e tyre, këtu ka atmosferë shumë të bukur, ka shumë vibe pozitiv, vibe shqiptar dhe po pjesa këtu me qenë se është Buzëllumit më pëlqen më shumë. Okej, faleminderit, ne urojmë ta kaloni sa më mirë në Melbourne edhe të na riktheheni përsëri në shumë festivale të tjera. Faleminderit dhe unë ju uroj shumë suksese dhe ju përgëzoj për një punë kaq të mirë që po bëni. Faleminderit. Kalofshi sa më mirë dhe. Ti do na thuash ndonjë gjë? Hey, hello.
Shumë mirë. Qa ju ka bo më shumë përshtypje? Organizimi shkëlqyshëm, bravo. Jeni të mirë se ardhur çdo vit. Faleminderit për ju, edhe ju mirë se vini në Adelaide. Po, me patjetër. Faleminderit. A mësuat diçka sot nga kjo që pat këtu? Po, plot sene është shumë interesant. Me posa herët kanë orë shqiptarët në Victoria të Australisë. Unë ju ditë për shumë kohë nuk e di kush është Gresa, kush është Alba. Unë jam Gresa. Edhe unë jam Alba. Si po kaloni sot dhe çfarë ju pëlqen më tepër në festival? Shumë mirë, tepër mirë, sot ka pos shumë njerëz që kanë ardhur. E kjo kon tepër interesant se një atmosferë tepër e mirë sot. Ka një numër të madh fëmijë, të vegjël, rini, besoni se këta një ditë do ta vazhdojnë këtë traditë? Besoj që po, sidomos me këto mbledhime që vinë këtë shqiptarët bashkë, është shumë një influencë të mirë me pas të fëmijët e vogël. Ju jeni lind këtu apo jeni lind në Kosovë? Jo, na të dyat kena lind në Kosovë. Gjatë luftës, familja jonë ka ardhur këtu në Australi. Po. Dhe shqipen në familje, vazhdoni ta flitni? Po, patjetër. S'kena çore. Ja u mblodhëm përsëri në 2025-ën, jemi me shoqatën e gruas në Australi. Presidente, si po ja kaloni sot? Faleminderit, po ja kalojmë shumë bukur, gëzuar festat, atmosfera fantastike. Një organizim i shkëlqyer nga komuniteti dhe nga gjithë organizatat këtu në Melbourne. Jemi shumë të gëzuar se na mbajti dhe koha, jemi me shumë fat. Edhe një popull, një numër shumë i madh njerëzish. Këtu afër e kam zëvendës presidenten Zhaneta Limllarin. Edhe unë gjithashtu jam shumë e lumtur që na mbajti koha, se dje bënim petulla me ylbere dhe thoshim mos zot mbaj dorën nesër. Kështu që u kënaqem shumë që është kjo atmosferë edhe shumë bukur, gëzuar festat edhe gjithë të mirat të kemi. Gjithë shqiptarët që morën pjesë. Koha patjetër ruan një rol të rëndësishëm, sidomos kur je jashtë, po ju keni gatuar siç e shoh shumë ushqime tradicionale, si e përmende petullat, cila ka shkuar më shumë sot, çfarë shitur më shumë? Për këtë ja Elisabeta Mullalli mund të na tregojë edhe më mirë se ka bërë një punë shumë të madhe me byreqet e saja, me fasulnik që i thojnë ana e jugut. Lakrori me qepe me domate ka shkuar. Është karakteristike shqiptarëve dhe vërtet është mirë. Unë dua të theksoj tek aktivizimi dhe shqetësimi të gjitha shoqeve të shoqatës, të cilat kanë qenë të interesuar që kjo ditë të bëhej sa më bukur. Edhe vërtet ashtu doli. Aktivizimi tyre, prokushimi tyre arriti që ne të realizonim ato çfarë kishim vetes detyrë. I falenderojmë të gjitha zonjat për ushqimet që sollën, kontributin e madh që dhanë, të gjitha pa përjashtim, ne do kemi raste që t'i themi dhe me embra që dhe ato vërtet të ndihen të vlerësuara, po avash. Patjetër shoqata juaj me ushqime tradicionale gjithmonë na sjell edhe më afër vendlindjes, edhe se gatuajmë në shtëpi, pra ushqimet që i blem ty këtu e kanë një shije të ndryshme, ma mërmendja. Shumë e çuditshme që e the këtë, me të vërtetë ne kemi sjellur edhe disa gjëra të tjera që nuk janë tradicionale, vetëm që t'ia plotësojmë dëshirën, por jo, vërtet njerëzit kërkojnë ushqime të traditës tonë shqiptare. Me shumë bashkëdhetar që kanë folur, më thonë e di a ke shkuar te çadra e lakrorëve. Ashtu i quajnë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit shumë dhe juve, Triple Z për punën tuaj fantastike që bëni, se ja, i lëni punët e juaj dhe vini na shikoni nga pak, na thoni. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ja kaloni mirë dhe juve. Urime festat. Përshëndetje, jemi me Vërgimin. Është ai ideali që e shohim gjithmonë këndon ilahi edhe vallet i qanë. Ke bërë ndonjë valle deri tani apo akoma jo? Po një tash për tash se fillum edhe u kry muzika me Medën, këngëtarin të njohtur, edhe tash me pushu pak. Po besoj do kërcesh prap? Po me siguri, zemra më vlon për me shku prap në valle. E po kjo besoj se i bën gjithë bashkëdhetarët vinë të festojnë një arsye më shumë.
Dua ta di ku është më bukur, festivali në Footscray apo Jaravill? Për neve kudo qoftë, po më së miri ish me siguri ku bashkojme ma shumë, po këtu momentalisht ma bukur ish. Ma shumë gjerësin ka edhe ma shumë bashkoj njerëzit, ka vend sa të dush. Okej, faleminderit shumë, uroj ta kaloni sa më mirë. Faleminderit edhe juve. Nga jeni vajza? Na kena arë prej Adelaides. Prej Adelaides. A keni kësi sot apo jo? Po, jena kënosh të kësi, besa. Po, a është hera parë që vini festival apo keni artë edhe më përpara? Kja është hera parë. Po, hera parë, për të dy. Si ju ka pëlqy, si është duk festivali? Jena kënosh, një atmosferë shumë bukur, të tonë të kënosh. Shumë bukur. A keni me artë për abitin tjetër? Po, tu kime në gjithë. Po shumë mirë, shpresoj ta keni shijuar dhe ta shijoni akoma më shumë, se jo, jeni të mirë se ardhur gjithmonë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit juve.